Ne do të shkojmë tani në Vlorë, ku do të takojmë zonjën Liza Gjika, e cila është astrologe dhe numerologe. Dhe do ta pyesim pak se si do të shkojnë fatet e 4 finalistëve të Big Brother bazuar në numerologjinë edhe gjithçka që mund të zbulohet përmes shifrave. Përmes ditëlindjeve të tyre. Zonjë Gjika, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Është kënaqësi që flasim bashkë, po doja që ta nisnim duke kuptuar se si janë fatet e 4 finalistëve, duke nisur me Rozana Radin, dhe ju studioni në bazë të datës së lindjes, e cila për Rozanën qëllon të jetë data 6 korrik e vitit 1979. Çfarë tregon numerologjia për Rozanën? Numerologjia për Rozanën jep diçka shumë të bukur. Sidomos emri i saj, duke renditur të gjitha këto, jep një shpërblim nga viti. Ta nisim çik më bukur? Po patjetër. Se nisim Rozana. Viti është 2025. Ta mbledhim vitin është i 9. Atë e kemi në krye të tabelës. Ai pulson gjatë gjithë kohës dhe për gjithë numrat që vinë nga mbrapa. Çfarë do lloj datëlindjesh. Atëherë, duke marrë parasysh Rozanën tani dhe viti që është ekzistent, bie 9 si numër viti. Rozana bie 3. Është një numër shumë i bukur. Rrënjët e 9-s janë të treshi. Ajo merr një shpërblim shpirtëror nga viti. Nuk flas nga pozicioni apo nga vendi ku ekziston tani. Domethënë, merr një shpërblim shpirtëror nga ky vit. E merr aty, e merr diku, nuk e di, po merr një shpërblim shpirtëror. Numrat e saj aq i vogël sa është treshi, se është zanafilla. Kështu që dhe me emri dhe mbi emri unë i kam zbuluar këto të gjitha, duke ditur emrat e këto dhe duke bërë dhe numerologjinë nga të gjitha anët, bie një harmoni në vetveten e vet. Është element tepër harmonik. Kështu që është në një situatë të mirë, po themi, Rozana. Është në një situatë të mirë. Nga ky vit merr benefite. Tani nuk e di për rezultatin e parave, aty në matëndore ka dhe apo në raport po me pjesën tjetër të jetës së saj. Por ka vetëm një shpërblim emocional. Shpirtëror, po. Kalojmë te Lart Vasili? Atëherë, ka lindur në 7 mars 1974, është Peshqit. Okej, është një numër tepër mistik, shumë misterioz. Numri 4 është shumë i vendosur për të qenë, por nuk ka ndonjë benefit të jashtëzakonshëm. Po pse zonja Liza, vetëm një pyetje që ta bëjmë të kuptueshme. Nga doli numri 4 për Lartin? Mbledhim 7-ën plus 3. 7-ën e 3-shin, muajin. Mbledhim dhe vitin, na del një 4. Unë kam përgjysmuar, domethënë nga 2 shifror që del, e nxjerrim një shifror. Numri 4 tregon një njeri, një element tepër të vendosur, tepër të sinqert, tepër dinamik. Më kupton? Por viti është 9, mos ta harrojmë këtë. Domethënë gjithnjë i përmbajmë vitit. Është 9. 9-a nuk ka ndonjë harmoni të madhe me 4-ën, të kuptojmë. Atëherë që për të qenë harmonik numrat, dhe të shtojnë bukur dhe të kemi përfitime nga kjo gjë, duhet të jenë në mënyrë harmonike. Siç janë gjithë numrat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu s'kemi harmoni. Tu kemi 4-ën. 4-a është poshtë, është larg. S'ka dhe aleat, domethënë 9-a me 4-ën. Nuk është aleat i mirë. Siç është tek kjo vajza që tha më parë, që ka treshin që ka rrënjët e veta. Rozana. Por ky ka një sekret. Se është shumë mister. Mund të kem fate shumë të mëdha unë, por në mister ndodhin gjëra shumë të çuditshme. Dhe këtu kemi një mister, dhe këtu mund të ndodhin gjëra shumë të çuditshme, duke futur vetëm misteret. Unë nuk po ju tregoj numrat se kush numra janë mistere, po nxora fundin e numrave të tij dhe po them që jemi larg me vitin, kemi ndonjë benefit të jashtëzakonshëm, por si numër me mister mund të kemi edhe të papritur. Për gjë të paparashikueshme. Okej. Tani kemi edhe një djalë tjetër, është Gjesti, finalisti i 3, datëlindja e tij është 8 maj, viti 2000. Çfarë mund të themi për të? Atëherë, duke e parë si element me datëlindjet e veta, them që është një element që del numri 6. Domethënë jemi prap larg, është një top me 9-ën. Kupton, të shkruajmë 6-9, do të thotë, domethënë unë gjithnjë duke u nisur me 9-ën. Po të shkruajmë 6-9, del nga të dy kratë njësoj. E kupton? Atëherë, domethënë është një element që mund të ketë edhe një problem, duhet të shikoj dhe shëndetin. Personat që kanë shumë zero mund të kenë dhe probleme me shëndetin. Tani ti shkputemi kësaj, po doja ta thoshja
sepse jam e detyruar ta them me zerot kur ka nga mbrapa. Bëjmë xhiro bosh. Okej, nuk shikoj në një gjë të jashtëzakonshme, në një harmoni shumë të madhe, po mund ta shikoj dhe disharmoni se 9 me 6 e ngatërojmë, nga të dy krahët, edhe 6 me 9 dhe 9 me 6. E kupton, ngatërojnë të dyja krahët. Iku dhe kjo. Nuk shikojmë ndonjë diçka të jashtëzakonshme. Okej, kemi edhe një vajzë tjetër. Që është Egli. Është Egli Tako. Ditëlindja është 15 shtator 1997. Është virgjëresha. Po. Si në fushën e astrologjisë, për shembull, dohet të thoshja se diva e vitit apo favoritët e vitit është si gjetar, dem dhe virgjëresh. Duke e futur dhe nga numrat, veç harmonive që këta kanë, numrat që kanë harmoni, këtu kemi vetëm rënjë, mister dhe nuk kemi harmoni, po kemi dhe aleat. Me kë shkon bukur 9, përveç harmonisë vetë. Shkon bukur me 5-ën. Te kjo vajza del një 5. Më kupton? Për çfarë arsye del bukur me 5-ën dhe jo me 6-ën, Peralina apo jo me 4-ën? Po pse shkojnë? Se shkon e ka aleat, shkon shumë bukur. Kështu është në numerologji. Po. Kështu është në numerologji, kështu përkthehet. Më kupton? Po mirë, a merr ndonjë shpërblim kjo vajza, si i vlen? Po, ka shto mundësi që kjo të marrë shpërblim. Do me thënë, në ajër, mund t'i marrë këtu, t'i marrë diku, them për vitin. Në ajër kjo vajzë, për këtë vit, ka suksese. Dhe suksesi kësaj është fama, paraja. Kupton? Do me thënë, është e përmbledhur me këto. Ajo masa nuk është gati për këtë gjë, por viti ja sjell këto benefite. Po dashurin si e ka dashurinë kjo vajzë? Se kjo ka pas një përpjekje dashurore aty brenda. Atëre, në pjesën e dashurisë, shikoj që më duket një fars në pjesën e dashurisë, sepse shikoj 1/6 të djali, Demi, që është Demi ky djali. Që është djali që përmendëm më sipër. Po, që del një numër 6 në fund, dhe kjo është 15-a që i deli 1/6. Më kupton? Ta kanë harmoni, që është e drejta, por është një fars. Domethënë, nuk ka jep gjatësi. Nuk ka jep gjatësi. Farsa është nga ana e kujt është farsa? Nga të dy krahët, më duket. Qartë. Thjesht nuk ka gjatësi nga të dy krahët. Po ta shpjegoj bukur dhe këtë gjë. Te ky djali që është Demi, ka 8-ën përpara dhe 6-ën mbrapa. Vajza ka 6-ën përpara, 15-a domethënë, dhe 5 nga mbrapa. Domethënë janë në kryqëzim, po janë në kundërshtim me të mëdhaja. Domethënë po të ishte 9 të djali, do shkonin shumë bukur dhe do kishin jetë gjatësi. Ktu nuk ka, kemi përplasje. Mund të jetë një fazë shumë e bukur që jep shkëndija të momentit, por ajo nuk do ketë nuk do zgjasë si marrëdhënie po. Nuk do zgjasë si marrëdhënie. Dhe shkak i kësaj prishjes së marrëdhënies mund të jetë edhe ky personi që është djali, Demi. E kupton? E kuptoj. Okej, e qartë. Domethënë vështirësia vjen te djali, jo te vajza, me çfarë kuptoj nga numrat. Po mirë. Kurse kjo vajza dele fitimtare në këto para. Mund t'i marrë kjo, po mund t'i marrë edhe personi që është 7/3/1974, sepse kemi një mister. Dhe misteri fshe shumë gjëra. Pra Laerti dhe Egli do të kenë një vit të suksesshëm në aspektin e parave. Po. Sepse kanë mistere. Po, e kemi humbur Kemi një shkëputje të vogël, po. Do thotë që Laerti, po thoshte, Egli gjithashtu afër parave, po edhe për Rozanën, me sa e kuptova unë që kishte treshin tek 9-ta që ishte rrënja e 9-s. Po, Rozana thoshte kishte më shumë shpërblim shpirtëror, pra thoshte nuk di të them nëse është para, është e qetë, është shpërblim mirë, shpirtëror. Është në harmoni tha. Ndërsa Laerti tha që ka, domethënë, ndoshta nuk është. Po, e kemi sërish. Më duket se e kemi prapë zonën Liza. Na dëgjon? Dëgjojmë tani? Okej, perfekt. Unë mund dëgjoj shumë mirë, po më marrin telefon çat them unë. Mos e vrit mendjen. Prisni thuaj, se ka punë. Tani, me kaq sa tham, edhe në bazë të numrave dhe asaj që ju mund të llogarisni, cili nga këta të katërt shpërblehet më shumë, sepse janë brenda një kompeticioni, dhe ajo që vlen të thuhet është që secili nga këta synon çmimin e madh për 100.000 eurosh. Mund të nxjerrim një emër? Këtu janë dy emra që luhen. Dhe këta dy emra që luhen është ai 7/3/1974. Mistiku, ai paparashikueshmi. Vasili. Ka misterin brenda. Është qëllimi i caktuar dhe është misteri që mund të ndryshojnë në të qindën e sekondës dhe benefitin e vitit e ka kjo vajza. 15/9/1997. Egli Tako. Po. Okej. Ka dy emrat. Me çfarë shikoj,
I ka gjëra të përgjysmuara, sepse 6-ta vjen përpara 5-s, kemi harmoni këtu. Po t'ishte 5-6, mund të merrte një çmim shumë më të madh. Por nga që shikoj 6-5 në të kundërtën e veprimeve, këtu tregon që kemi disa gjëra që janë mungesë ose të përgjysmora ose ka diçka, domethënë që nuk është përfituese e madhe, ta shpjegoj. Pra përgatituni për surpriza. Dy finalistët e fundit sipas numerologjisë mund të jenë Lart Vasili dhe Egli Tako. Kanë mistere këta njerëz. Këto janë mister. Ç'është e drejta janë mister. Numri i parë që thash është mister, 7-3-174. Po sa i takon datës që do të jetë finalja? 19 prill, çfarë mund të themi? 19 prill 2025. Si është si datë? 19 prill. 19 prill bëjmë llogaritë. 19 plus 4 bën 23. Dale ore ti tani. Kë favorizon kjo datë? I 4-ti është prilli, ëh? Po. Ja bëjmë lart. E 25, 9-ta. Atëre, prit. Atëre tu kemi 1. 5. Oh. Është ditë shumë e bukur. Është ditë shumë e bukur. E pra? Po pse? Jana e thotë. Sepse 9. Si vit është 9. Po. Po çuditërisht në del numri 19 është materie. Në del një 10 që ka atë zeron. E kupton, e heqim dhe zeron, e pa hequr zeron, s'ka rëndësi, del përsëri, domethënë një 5. Domethënë është një numër shumë i bukur dhe i lëkundshëm. Arsyeja ku është? Diplomat është dhe një numër diplomat. Domethënë se e mbledhim 5-ën edhe 1-shin, që del 19, apo jo? A del 19-a, 91, 10. Po patjetër. Po, 91 bëjnë. Okej. E heqim zeron. A heqim zeron, po. Ngelet njëshi. Ngelet njësh. Ngelet njëshi dhe kemi 4-ën. 4-ën. Del 5-a, po. Është numri i famës dhe i suksesit, që sjell dhe paran. Sjell dhe paran. 100.000 euro do jepen atë natë, po. Domethënë, po. Ky numër sjell shumë paran. Njëkohësisht edhe me vitin, kështu që në mes un kam vënë 5-ën dhe viti është 9, domethënë është shumë e koordinuar bukur. Bukur, nënta alat ka 5-ën. Kështu që e sigurt është që njëri do fitojë në 19 prill. Po do jetë një natë shumë e bukur thotë. Kush do fitojë? E suksesshme dhe me para. Tani vetëm një gjë të fundit. Zotria që është pjesë e listës, Lart Vasili, është supersticioz, edhe e përndjek numri 7. Çfarë do të thotë kjo? Se ka shumë njerëz që lidhen pas disa numrave dhe shumë gëzime, po edhe shumë vdekje në jetën e tij kanë ndodhur pikërisht rreth kësaj date. Është mister numri 7. Numri 7 është mister. Është mister. Mbart në vetvete shumë gjëra. Po, që mund të ndryshojnë gjërat nga sekondi në sekond, sepse kjo përfaqëson ajrin. Jo vetëm ajrin, fortunën. Erën e fortë. E kupton dhe sjell gjëra shumë të mira, po sjell gjëra dhe negative. Por ai shumë i vendosur në fund të gjërave, ka një vendosmëri shumë të madhe. Edhe duke e parë, zakonisht në këto mund të merren si kapitale shumë numrat e fundit, por qëllimi i këtij numri e datës është data e lindjes njëkohësisht dhe muaji në të cilin ti ke lindur. Tani un po flas vetëm për këtë element si datë, pa ditur dhe shumë aspekte të tjera. Që të futesh në një numerologji, duhet të jesh rrethuar me shumë argumenta, me shumë gjëra. E qartë, duhet edhe informacioni, e kuptoj. Unë do vetëm në fund të luajm një vogël. Po pra, është i pak. Informacioni është vogël. E kuptoj. Po, është i pak. Duhet që të dëgjojmë Lart Vasilin për një moment kur ai shprehet rreth numerologjisë dhe se si ai ndikohet nga kjo. Vetëm kaq lëdion që arti shqiptar është më i varfër. Paska, do me thënë, tani që të them unë, ju base mund të më qoani supersticios. Margarita kishte ditëlindjen në 2 prill, si gjyshja ime që më ka arritur Margarita, e pat në fotografi, dhe ndroi jetë në 3 prill, në ditëlindjen e nënës time. Nuk e dish do bëhet me këto ngjarjet që më ndodhin mua ditëlindjet e ndarje nga jeta. Ti je i lidhur shumë supersticios po. E tha dhe vetë për në. A janë aq më tepër më fal që ai shpeshit, edhe besimin e ka të verbër, kuptohet, beson shumë, dhe kudo dhe nga do, dhe me cilin do, beson shumë.
Numri 7 është një numër misterios, por ka dhe një numër shumë dinamik, ka një numër shumë të bukur. Ka numrin 3. Dhe ky numër është numri i fatit. Ne aty e fillojmë Xenafillën. Ta bësh numrin 3, ta shkruash, do të thotë dje, sot dhe nesër. Do të thënë është shumë i lidhur. Zonja Liza, Vjen me shumë gjëra. Si mund Numri është shumë i bukur, por nuk e shpjegoj dot në këtë formë me e zaruam këtë, folëm për 7-ën. Si mund ta gjejmë në numrin ton të fatit? Pra, me datën e lindjes, Po. muajin, edhe vitin dhe blidhi. Në fund do dalin 2 shifror, blidhi me njëri tjetër. Mua më del 10 dhe ja heq 0-n, që do thot kam njëshin. Dhe është e vërtet që kam lidhje me njëshin për shembull. Se të del gjithandej. Po. Me sa Ja duket. të bëjmë dhe ne llogaritën. Shikoni. Shumë të Atëre, thellë. po të shpjegoj diçka tjetër këtu, që është shumë kryesore. Këta numra në fuqi, numri i parë që ti ke datëlindjen, quhet numri i shpirtit. Është hynor, është numri i shpirtit tënd. Bukur. Numrat që dalin në fund janë numrat e të ardhmes. Ai numër do të udhëheqë të ardhmen tënde. Në qoftë se është 10-ta numri jot, ngelet 10. Ajo është materie. Domethënë ti fundin e ke të majme, ke të bukur, e ke të pasur. Hajde. Je rahat. Je shumë Mashallah. rahat. Këto duam të dëgjojmë. Bravo. Zonja Liza, faleminderit shumë. E bëre fora. Për kohën. Liza, shumë faleminderit për kohën sot. Ishte kënaqësi që të kishim. Faleminderit, kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit dhe t'jeni mirë. Atëherë gjetët numrin e fatit. Mua më del shumë e gjatë. Po pra, do dalë një 2 shifror në fund, cilin do ta mbledhësh bashkë dhe do dalësh me një Ndoshta të na duan vetëm. pak reklama për ta bërë. Okej, atëherë Pak pushim. pikërisht këtë rekomandoi doktori, pak pushim. Pak pushim.